Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. E di që ka munguar, edhe në çdo vlog që ngarkoj e them që ka munguar. Ju a premtoj, sepse premtimet gjithmonë i mbaj. Pra ju a premtoj që sa të futem, sepse brenda verës jemi brenda këtu, sa të futem në shtëpi, i ta keni të sigurt 100%. Do të bëj video shumë shpesh. Sa të stabilizohem pak, sepse jemi të ngarkuar se nuk është vetëm çështja e shtëpisë. Unë jam duke bërë gati rrobat, do me thënë rrobat e dimrit. Organ badanie, më duhet që t'i laj komplet të gjitha. Prandaj është një ngarkesë shumë e madhe, t'i laj, t'i paketoj, sepse unë nuk do t'i vendos në kutia, do t'i bëj dhe me vakum. Do me thënë për momentin që t'i vendos në makinë dhe do t'jem shpesh herë sill rrobe, ik prap, hajde prap, pra do mbushet bagazhi, sepse dimrore do t'i heq, do t'a liroj pak shtëpinë. Atje, kafen e mëngjesit tek Mikeli e bugaça. S'ka marrë mikrofonin se nga që këtu është bosh edhe nuk dëgjohet edhe zëri shumë mirë. Ka marrë një për veti, një për Fatmiri, por Fatmiri do të vonohet, kështu që unë nuk e pres dot. Dhe ajo që do të bëj sot, çfarë do t'ju them? Ma ka ndodhur shumë gjëra, do t'ju tregoj. Kemi vendosur qypët tek banja plasën. Nuk e di pse, domethënë, i vendosëm shumë mirë dhe një ditë shikoj, pra hidrauliku, që është kushtoriri i Fatmirit, pra rrithte ujë, pjesa e qypit dhe rrithte ujin që vinte nga kazani. Pra kur e kemi vënë re, ishte plas prap. Nuk e di pse, sinqerisht, ndoshta ka qenë ndonjë seri me defekt, por nuk e besoj. Shpresojmë që të ketë qenë seri, unë nuk besoj të kësyri. Fshesa me bateri, nëse më keni parë, mos kam bërë më video me fshi me pastru, sepse fshesa me bateri, nxori problem. Pse nxori problem? Deshta u doq, e rregullova, u doq karikusja, e rregullova dhe karikusën e çova tek një person që rregullon. Dhe shqyr Zotit ma mori për sipër sepse tha që këto karikuset e fshisave me bateri duhet që ti porosisnim nga vetë kompania që kemi bler, edhe ata e vononin goxha për të sjellë një karikuse të re. Angari është e gjitha kjo. Fshesa me korrent u doq, duke fshiu, duke pastru shtëpinë gjithë, sepse jam gjithmonë këtu duke pastru, por thuajse çdo ditë, ose një ditë po, një ditë jo, u doq. Do me thonë, vajta për ta ndezë prap, nuk u ndezë. Bërë një zhurmë që është një nga fshesat që unë nuk e di atë da gjej më atë fshesë, nuk e di a ka më si ajo. Është nga Siemens, nëse mbani më të fshesën e kuqe që fshia unë gjithmonë tek shtëpia tjetër, edhe na u doq, iku kjo, nëse ju kujtohet, një nga vlogjet më përpara, ju kam treguar që bleva një fshesë të madhe, nga do të mëdhaja që janë edhe për bache, dhe ju them sinqerisht që nëse e keni ndërmend për ta bler, blejeni, më besoni, blejeni, se ja vlen. Na falni për veshjen, se kam marrë me pastru shtëpinë, dhe kjo kanatierja, ndoshta nuk duket bukur te kamera, kjo kanatierja është me sfungjerat brenda veta, që ndryshe nuk di si mund t'i them, ose recipetat e veta, se recipeta nuk quhet. Edhe i ka vetë bluzja që mua më lehtëson shumë për të bërë punë këtu. Nuk dua, do me thënë, që të mbaj recipeta, se është shumë e vështirë dhe bëhem ujin e djerës. Pra, do të montoj fshesën edhe do të pastroj. E do të bëjmë të mini vlogun e sotëm. E sot është ditë e diel, kështu që harrova t'ju uroj një jetë e diel sa më të bukur, kalofshi sot. Sepse unë jam, do pastroj këtu, do iki në shtëpi, do marr Adriana, do ta çoj te baleti, sepse sot Adriana ka 2 orë balet. Do me thënë, e ka disa orare që kur kanë qenë Pashkët, ishin pushim, dhe ajo mësuesja mendoi që 2 deri në 3 të diela t'i zëvendësonte këto orët që ato kishin mangët. Do të montojmë fshesën, se nuk e kam montuar, sepse atëherë kur e provova që e bleva, e montova e çmontova dhe tani do ta montojmë prap. Harrova. Edhe diçka tjetër, sepse di që do më pyesni. Jemi në fund patjetër, për shembull, kanë ngel këto prizat, këtu. Janë disa gjëra të vogla, por kush është ajo që ne po presim? Është ngrojet që kemi bërë ne nga poshtë, sepse këto bëhen me leje. Do me thënë kaldajat në ndhej që kemi bërë ne. Dollëm, morëm disa letra që duheshin për të marrë, dhe hidrauliku, më falni, elektricisti,
elektricisti e ka lënë që të vi nga mezi kësaj javës që vjen ose nga fundi i javës, sepse ka jashtëzakonisht shumë punë se nuk e kemi lidh diellorin, domethënë ndushin. Pra, vetëm kjo është puna e fundit që ka mbet, sepse të gjitha i kemi porosit, krevatet, divanet, jemi duke i prit. Krevati im dopjo i madhi që kam në shtëpi, pjesën të gjithë copës do t'ja ndroj, do t'ja heq me thënë grin, ndoshta mund t'i vijë një gri me të ëmbël ose bezh, po të bardhë nuk ja vendos. Pra do vim të marrin vetëm pjesën tek koka, edhe ansoret, skeletin e krevati që do ndroj copën, do bëhet copa nga e para, sepse krevati është shumë në gjendje shumë të mirë, dyshekun poshtë kam të mirë, edhe kështu që nuk do t'i ndroj njëherë për njëherë. Ndërsa te gocat janë gjitha të reja të porositura bashkë komplet, dysheqi dhe krevatet. Krevatet nuk janë teke, por nuk janë edhe dopjo. Mund të quhen si 3 qereksh nëse nuk gaboj. Për shembull që mund të arrijnë të flenë edhe 2 vet. Po ha pak byrek se ngordha. Vëgjisha po buk. Atëherë tjetër çfarë na ka ngel, sepse u mbyta duke ngrënë byrek, edhe shoqyra erdha në vete. Është ky rafti këtu. Po ta shikoni, është ky këtu. Ky do të bëhet me xham. Bëjmë me xham. Në fakt ne porositëm druri, por gabimi im harrova, edhe kështu që e kthyem. Do ta bëjmë xham dhe do ta bëjmë led për të vendosur gotat që kam unë, sepse kam shumë gota kristal edhe është gjuna, domethënë që ti vendos brenda këtu mos duket, janë goxha të lezetshme. Pra këtë pjesën këtu, nëse nuk e keni parë, për shembull ju që shikoni vlogjet, janë vendosur frigoriferi, mikrovala, mikrokimato që quhet këtu. Këtu edhe furra, kam shumë gjëra për porosit, për shembull pjesa tek këtu ku mbahen lugët, piruna, këtu se kanë vendosur çunat, janë këto prizat, të që do të vendosen këtu, sepse ishte bërë një gabim me porosin, elektricisti kishte bërë një gabim të vogël, e kishte gatruar numrin, kështu që i ndruam dhe morëm këto që janë më të mëdhaja. Pra, po ju thoja që kam me pjesën këtu që do të vendosen lugë piruna, nuk e kam porosit akoma. Është po personi që ka bërë kuzhinën, dollapet edhe dyert i kemi bërë po tek njeriu që është patriot, me thënë shqiptar, një shok i Fatmirit. Unë mendja ime harrova për pjesën këtu, gjithashtu edhe për një mbajtësi që do të mbahet kova e plerave për të gatuar. Për t'ju treguar që atje ku shikoni 2 kolonat e hekrit, ato grit. Kolonat e hekrit që janë këtu, që janë gri, ka menduar që ti lyej të zeza. Plus kësaj, ajo që po presim që do të vinë këtë javë, janë edhe xhamat e balkoneve, sepse i kemi bërë me xham. Jo shumë i tedukshëm, është një xham pak i errët, siç janë xhamat e makinave më tepër, domethënë as xhami i zi, as xhami i tedukshëm. Edhe kariket për të ngrënë bukë, do t'i vendos këtu tek banko, që do ha. Edhe kariket, domethënë nuk i kam porosit, kështu që do filloj me disa porosit tek shtëpia këtu. Se është angari, domethënë ikësh të jetosh te shtëpia atje, porosit të bëhen, të vish edhe një herë se ka ardhur porosia, është shumë e lodhshme sepse kemi edhe punë, jemi në punë. Domethënë shumë e lodhshme. Sinqerisht këmbët nuk i ndjej fare. Fare. Sa futem që stabilizohem. Tani japim një të fshirë kështu në shtëpisë, por nuk është do bëj në një fshirje kush e di se çfarë, sepse ka akoma disa kutija, plaçka, kanë ardhur çypat e ri. Vajti Fatmiri domethënë i mori sepse kishte sjell personi, duke qenë që Fatmiri punonte afër atje në një ndërtesë, edhe shkoi, ktheu dhe i mori solli vet. Po presim sot mbas ditë ose nesër do vi kushuriri i Fatmirit do t'i vendosi, që është hidraulik.
Mbarova. Shumë shikoni që e lyer, po shqyr. Make-upin kam vendos pak fare, make-up pak fare, sepse jam nxirr. Shikoni çfarë ngjyrë të bukur ka marr. Edhe e mora picetën dhe hoqa pak make-up ku që dal djerë, se tani po mendojmë që të marr këto letrat e lagura dhe jap një të fshirë mirë fytyrës, se do të shkoj të bëj një tush në shtëpi, se siç thash të çoj Adrianën, dhe kështu që më duhet të bëj mbylljen. Kështu duke bukur, po bluzja është me djerës. Edhe qeni komshiut, shqyr zotit, këtu kemi gjitha ato qenë edhe janë një racë bukur, të lesh, kështu të vegjël. Unë në fakt nuk ja di dhe emrat këtyre racave të qenëve shumë. Ja këtë di këtë pitbulli, chihuahua, do të thënë deri 4-5 emra di, nuk i di gjithë racat e qenëve. Edhe gjithmonë kur shikojnë derën hap, që vi unë hap derën, vinë brava me këtu brenda në shtëpi. Unë në fakt çfarë kisha harruar telefonin në makinë, se isha duke u marrë me kutinë me fshesët, edhe po vinte mbrapa, po kur shkova me marrë telefonin jashtë, na iku qeni, sarita do ta filmoja. Po është një lezetshëm, është ngjyrë kaf, e tër lesh kështu, i bukur. Atëherë duart, shikoni pak duart duhet i laj, se si kam larë, ja kam kap telefonin tani. Edhe duaj që të bëj mbylljen, kështu që do të shihemi në video tjetër, mos më pyesni se kur do të kemi video, sa asun vetë se di. Por, si që thash, ju premtoj. Sa të futem këtu brenda, direkt do të keni video gatime. Bye bye.